Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një histori true crime, dhe si çdo histori tjetër që do të gjeni në këtë kanal, është e bazuar në fakte reale. Bashkë do të zbulojmë misteret e ngjarjeve që shpesh mbeten të panjohura. Nëse dhe ju jeni të pasionuar pas këtij lloji historish, më ndiqni dhe aktivizoni kampanën për mos të humbur asnjë video. Sot do t'ju tregoj historinë e Grace Millane, një vajzë e re, plot ëndra dhe dëshirë për të zbuluar botën, një udhëtim që duhet të ishte i paharrueshëm, por që mori një kthes që askush nuk mund ta kishte imagjinuar. Grace Millane lindi me 12 dhjetor 1996 në Essex, në Angli, nga prindrit David dhe Gillian. Ajo kishte dy vëllezër më të mëdhej, të quajtur Declan dhe Michael. Grace, ashtu si shumë vajzë 21 vjeçare, do jetën, argëtimin, daljet me shoqet dhe muzikën. Përveç kësaj, ajo ishte një lojtare e talentuar e hokejt. Të gjithë e përshkruan Grace si një vajzë simpatike, shoqërore, plot humor dhe gjithmonë me buzëqeshje në fytyrë. Ajo është gjithashtu shumë kreative, e apasionuar pas përvojave të reja dhe gjithmonë e gatshme për të njohur njerëz të rinj. Por jo vetëm kaq, Grace adhuron edhe të vizatojë dhe të udhëtojë. Në internet gjeta shumë prej veprave të saj artistike dhe mendoj se janë me të vërtetë mrekullueshme. Jemi në vitin 2018 dhe pasi përfundon studimet për reklam dhe marketing në Universitetin e Lincoln, Grace vendos të marrë një vit pushim për të udhëtuar e vetme. Nuk dëshironte një udhëtim të zakonshëm ku qëndron në një vend për disa ditë dhe pastaj kthehet në shtëpi. Ajo planifikonte të ndalej në vende të ndryshme për të parë sa më shumë nga bota. Në nëntor të vitit 2018, aventura e saj filloi në Peru, ku ajo dokumentoi udhëtimet në profilet e saj në rrjete sociale. Pas 6 javësh në Amerikën e Jugut, ku takoi shumë njerëz, ajo vazhdoi udhëtimin nëpër botë dhe mbërriti në Zelandën e Re, ku planifikonte të qëndronte për 2 javë. Me 30 nëntor 2018, ajo mbërriti në Auckland dhe duke mos njohur askënd në qytet, vendosi të përdorte Tinder për të takuar dikë me të cilën mund të dilte për të pirë diçka. Tinder është një aplikacion që lehtëson komunikimin midis përdoruesve të interesuar për të biseduar me njëri tjetrin. Përdoret kryesisht si një aplikacion takimesh. Kështu Grace kontakton dhe fillon të flasë me një djalë të quajtur Jess Kempson, 26 vjeç, i lindur me 8 dhjetor 1991 në Zelandën e Re. Kur ishte i vogël, prindërit e tij u ndanë, kështu që u rrit kryesisht nga gjyshërit. Jess është një djalë si shumë të tjerë, i pëlqen të dalë, të argëtohet dhe është një përdorues shumë aktiv i aplikacionit Tinder. Me 1 dhjetor 2018, rreth orës 17:45, ata vendosin të takohen në Auckland. Ajo që bën këtë rast veçantërisht tërheqës është sasia e madhe e pamjeve të kamerave të sigurisë që dokumentojnë takimin e Grace dhe Jess. Fal këtyre pamjeve është e mundur të rindërtohet një kronologji jashtëzakonisht e detajuar e asaj nate. Një video e kamerave të sigurisë tregon Grace pranë disa pemëve të Krishtlindjeve, afër Sky Tower në Auckland. Ajo shihet qartë duke përdorur telefonin, duke dërguar një mesazh familjes së saj me fotot e pemëve. Pak më vonë, një djalë me xhaketë blu i afrohet, sapo ajo e vëren, ecën drejt tij dhe të dy përqafohen. Është ora 17:54. Rreth orës 18 ata përdorin shkallët lëvizëse për të kaluar në katin e parë dhe shkojnë në bar-restorantin Andy's Burger. Nga kamerat e sigurisë mund të shihen të dy të rinjt pranë banakut, teksa shfletojnë menut për të vendosur çfarë të pinë dhe çfarë të hanë. Më pas ulen në një tavolinë, hanë dhe konsumojnë disa pije. Në orën 19:12, të dy largohen nga Andy's Burger Bar, kalojnë rrugën dhe shkojnë në Mexican Cafe, ku vazhdojnë të konsumojnë disa kokteje. Rreth orës 20:30, Jess paguan për pijet dhe më pas, të dy nisen drejt destinacionit të radhës, një bar i quajtur Bluestone Room, vetëm pak minuta larg nga dhoma e hotelit ku po qëndronte Jess. Është gjatë kohës që ndodhen në këtë bar që ata fillojnë të ndihen më rehat me njëri tjetrin dhe në orën 20:50 minuta, pamjet e kamerave tregojnë se po puthen. Për rreth një orë ata shfaqen duke flirtuar dhe u puthur, dhe asgjë nuk tregon se bëhet fjalë për diçka ndryshe nga një takim i zakonshëm. Në një moment, gjithmonë fal kamerave të sigurisë, shohim Jess që ngrihet nga tavolina për të shkuar në tualet. Ndërkohë që ai largohet për pak çaste, Grace përfiton nga rasti për t'i shkruar disa mesazhe plot entuziazëm një shoqes së saj. I tregon se Jess është një djalë vërtet shumë i bukur dhe i sjellshëm dhe se po kalon një mbrëmje shumë të këndshme me të. Të dy mbajnë duart e njëri tjetrit. Jess sillet shumë mirë me Grace, i ofron darkën dhe pijet nëpër barit ku ndalojnë. Me pak fjalë, Grace është e magnitur nga Jess. Është një djalë i pashëm, i sjellshëm dhe shumë galant. Rreth orës 9:41 të mbrëmjes, Grace shihet për herë të fundit duke hyrë në City Life Hotel, aty ku Jess kishte marrë me qira një apartament. Ecin shumë afër njëri tjetrit, me dorën e Jess mbi supin e saj, dhe të dy duken të lumtur dhe të qetë. Vjen data 2 dhjetor 2018, është dita e 22 vjetorit të lindjes të Grace.
Prindrit dhe shoqet e saj dërgojnë urime për ditëlindjen dhe përpiqen të telefonojnë disa herë, po pa marrë asnjë përgjigje. David dhe Gillian, prindrit e saj, janë jashtëzakonisht të shqetësuar. Grace ndodhet në një vend të panjohur, është vetëm dhe për fat të keq, nuk kanë mundur të lidhen me të për afro 24 orë. Edhe pse Grace është një shpirt i lirë, ajo është një vajzë e përgjithshme dhe nuk do të harronte kurrë të përgjigje prindërve të saj, aq më tepër ditën e ditëlindjes. Diçka nuk shkonte. Në telefonin e saj grumbullohen rreth 100 mesazhe, të gjithë pa përgjigje. I alarmuar babai i saj David vendos të kontaktojë autoritetet në Zelandën e Re për të raportuar zhdukjen e vajzës së tij. Kërkimet nisin menjëherë. David, babai i Grace, hipën në një avion me destinacion Auckland dhe sapo zbret në tokën zelandeze, lëshon një apel për ndihmë, duke përshkruar vajzën e tij si një vajzë të dashur, të hapur, plot jetë dhe shumë e lidhur me familjen e saj. Në të njëjtën kohë, në Mbretërinë e Bashkuar, nëna e Grace, Gillian, është e shkatëruar nga dhimbja. Ajo po rikuperohet nga një ndërhyrje kirurgjikale pas një betije me kancerin dhe për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, është e detyruar të qëndrojë në shtëpi dhe nuk mund të udhëtojë. Policia nisi menjëherë hetimet dhe filloi të analizonte kontaktet e fundit të Grace natën e 1 dhjetorit, si edhe pamjet e kamerave të sigurisë për të rindërtuar lëvizjet e saj. Shumë shpejt zbuluan se ajo ishte parë për herë të fundit, duke shkuar drejt apartamentit të djalit, me të cilin kishte dalë. Atëherë policia vendos të shkojë në hotel ku qëndronte Jess, me qëllimin që t'i bëjnë disa pyetje në lidhje me zhdukjen e Grace Millane. Kur mbërrin autoritetet, nuk e gjejnë Jess në dhomën e tij. Një kamerë e sigurisë e filmon Jess teksa afrohet për të hyrë në hotel, por sapo sheh praninë e policisë brenda, ai ndorron menjëherë drejtim dhe largohet. Megjithatë, policia e vëren dhe e ndjek, e ndalon ndërsa ai po ecën me nxitim dhe e shoqërohen në komisariat. Gjatë marrjes në pyetje, Jess mohon të ketë lidhje me zhdukjen e Grace Millane, por është e vërtetë që janë takuar, pra pranon, por sipas tij, janë ndarë rreth orës 22 atë mbrëmje. Pas asaj ore, Jess thotë se nuk e ka iden se ku mund të ketë shkuar Grace. Ai gjithashtu është shumë konfuz për vendodhjet e tij dhe bën një rrëfim kontradiktor dhe të çrregullt për atë natë. Më pas, policia vazhdonte me hetimet dhe duke kontrolluar pamjen e të gjitha hyrjeve të hotelit. Policia konstatoi se Grace nuk ishte dalë kurrë nga ai hotel. Jess në anën tjetër po, madje disa herë. Që nga momenti kur Grace humbe gjurmët pasi del nga ashensori me Jess, policia përqendrohet në ndjekjen e lëvizjeve të tij, sepse kishte shumë aktivitete të dyshimta. Në mëngjesin e 2 dhjetorit, ndërsa familja e Grace dërgonte urime për ditëlindje, Jess zbret me ashensor dhe shkon për pazar në qendrën tregtare përballë hotelit, duke se po kërkonte diçka specifike, një valixhe të madhe. Pasi e kthen në apartament, shihet përsëri duke dalë për të shkuar në një dyqan tjetër, ku blen produkte pastrimi, si detergjent dhe doreza. Më pas, Jess del sërish nga ndërtesa dhe hipën në një taksi. Pamjet tregojnë se shkon në një dyqan ku merreshin makina me qira. Aty merr çelësat e një Toyota Corolla të kuqe dhe kthehet në apartamentin e tij, në City Life Apartments. Jess telefonon një kompani që merret me pastrimin e tapeteve dhe kërkon të marrë me qira një pajisje për larjen e tyre. Ai shpjegon se ka nevojë ta përdor për të pastruar disa njolla vere të kuqe, mbi një nga tapetet e tij. Sapo merr pajisjen, e ngjit lart me ashensor duke qëndruar pranë një klienti i qetë, sikur çdo gjë ishte normale, dhe fillon të pastroj dhomën e tij. Dhe më pas, shkon në një takim tjetër me një vajzë, të cilën e kishte njohur në Tinder. Ky takim megjithatë nuk shkon si ai me Grace. Atmosfera ishte e çuditshme dhe e sikleshme. Pas takimit, Jess i propozon vajzës të shkojnë diku tjetër, por ajo refuzon. Arrim kështu në datën 3 dhjetor, pra 2 ditë pas zhdukjes të Grace, dhe Jess filmohet sërish nga kamerat e sigurisë, këtë herë ndërsa po transporton disa valixhe, duke mjaft të rënda, saqë ai detyrohet të përdor një karrocë hoteli për t'i lëvizur. Jess i ngarkon valixhet në makinën që kishte marrë me qira një ditë më parë dhe niset duke vozitur për disa kilometra. Gjatë rrugës, bën vetëm një ndalesë në një dyqan për të bler një lopatë. Më vonë, kamerat e sigurisë e filmojnë përsëri teksa kthehet në hotel, por këtë herë pa valixhe. Pas kësaj, Jess kthehet në dhomën e tij dhe nuk del më deri të nesërmen në mëngjes, në orën 6. Është data 4 dhjetor dhe kamerat e sigurisë tregojnë Jess në një lavazho makinash, duke bërë një pastrim të imtësishëm makinës që kishte marrë me qira vetëm një ditë më parë. Më pas, shihet duke hedhur disa sende në një kazan mbeturinash në rrugë. Pas kësaj, vazhdon ditën sikur mos të kishte ndodhur asgjë. Pasi policia rimerr të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë dhe i analizon me kujdes, e gjithë vëmendja përqendrohet tek Jess. Produktet e pastrimit, pastruesi profesional i tapetit, makina me qira, gjithçka duke se tregonte një përpjekje për të zhdukur provat. Po ku ishte Grace? Kur pam valixhen e madhe që Jess kishte bler vetëm disa orë pas zhdukjes së saj dhe mënyrën si e nxori jashtë apartamentit me karrocë, policia ju krya dyshimi më i keq
që Jess mund ta kishte përdorur valigjen për të transportuar trupin. Jess u thirr në një intervistë tjetër, por këtë herë nuk ishte më dëshmitar, ishte i dyshuari kryesor për vrasje. Këtë herë Jess e kuptoi se nuk ishte më se tim shpëtonte dhe se gënjeshtrat nuk do ta çonin askund. Prandaj më në fund pranoi se kishte vrarë Grace Millane. Megjithatë, ai tha se nuk kishte pasur qëllim ta vriste. Sipas tij, gjithçka kishte ndodhur aksidentalisht pas një momenti intim që kishte dalë jashtë kontrollit. Ndërkohë, policia vazhdonte të kërkonte Grace. Kërkimet u përqendruan në një zonë të izoluar dhe të mbuluar nga pyjet në Whitakerry Ranges në perëndim të Auckland. Bazuar në të dhënat e GPS-it të makinës me qira, hetuesit arritën të lokalizonin një segment të ngushtë pra një rrugë të vogël me zhavor. Ekipi e kërkimit përshkoi terrenin për disa orë, duke eksploruar çdo cep të zonës, derisa pra një shtegu të mbuluar nga bari dhe bimësia e dendur, vun re diçka të pazakontë. Toka duke e lëvizur dhe një fragment i vogël plastike dilte nga dheu. Filluan të gërmojnë me kujdes. Aty, të fshehur nën tokë, gjetën një valigje të zezë. Brenda saj ndodhej trupi Grace Millane. Familja e saj u njoftua menjëherë, lajmi u përhap me shpejtësi në të gjithë Zelandën e Re. Një vajzë 22 vjeçare që kishte ardhur për të parë botën, nuk do të kthehej më kurrë në shtëpi. Procesi gjyqësor ndaj Jess Kempson nisi në fillim të nëntorit 2019 në gjykatën e lartë të Auckland, pasi ai deklaroi se ishte i pafajshëm, duke këmbgulur se gjithçka kishte qenë një aksident dhe se nuk kishte pasur qëllim të vriste Grace. Në sallën e gjyqit përballë mediave dhe publikut, ai u paraqiti qetë, i heshtur dhe deklaroi pafajësinë për akuzën e vrasjes së Grace Millane. Juria që do të vendoste për fatin e tij përmbahen nga 12 persona, 7 gra dhe 5 burra, që në ditët e para mbrojtja u përpoq të ndërtonte një version të ngjarjes sipas të cilit vdekja e Grace kishte qenë një aksident tragjik gjatë një marrëdhënie intime konsensuale. Sipas mbrojtjes, ajo natë kishte qenë një lojë që kishte shkuar keq. Dhoma 308 u analizua dhe pavarësisht pastrimit që Jess kishte bërë, fal përdorimit të luminol, hetuesit zbuluan gjurmë gjaku në të gjithë dhomën dhe material biologjik, të gjitha në përputhje me profilin e Grace Millane. Patologu arriti në përfundimin se ajo ishte mbytur me duar. Në trupin e saj u gjetën shenja në krah dhe në kraharor, çka tregon se ajo ishte mbajtur me forcë nga agresori i saj. Gjatë procesit gjyqësor, patologu dëshmoi se për të shkaktuar këtë lloj vdekje ishte nevojshme një forcë e konsiderueshme. Presioni në qafën e Grace duhet të ketë zgjatur nga 4 deri në 5 minuta, pra nuk mund të kishte qenë një aksident. Mbrojtja pretendonte që Grace nuk ishte plagë mbrojtëse, por rezultatet e autopsisë treguan se ajo kishte konsumuar një sasi të madhe alkooli atë mbrëmje, mjaftueshëm për ta bërë atë të paaftë për të reaguar apo për të mbrojtur. Për më tepër, më pas, u zbulua edhe një detaj tjetër. Jess kishte akuza të tjera për abuzime seksuale, kërcënime dhe dhunë. Gjithashtu ajo që Jess bëri pas vdekjes së Grace e rëndoi edhe më shumë situatën. Ai qëndroi në dhomë për orë të tëra, bëri fotografi të trupit të Grace në pozicione të ndryshme. Pastaj, pa treguar asnjë shqetësim të dukshëm, pastroi dhomën, fshiu mesazhet dhe bleu një valigje për të fshehur trupin. Një tjetër provë trënditse ishte aktiviteti në telefonin e tij. Jess kishte bërë kërkime në Google me fraza si të fshehësh një trup, Whitakerry Ranges, pra vendi ku gjet trupi, dhe sa kohë duhet një trupi për të dekompozuar. Të gjitha këto ndodhen ndërkohë që trupi i Grace ndodhej ende në dhomë. Prokurori theksoi se ky nuk ishte thjesht një njeri që kishte gabuar, por dikush që kishte vepruar me ftohtësi, që kishte manipuluar, që kishte kontrolluar situatën në mënyrë të frikshme. Pas 3 javësh procesi gjyqësor, në fund të nëntorit 2019, juria doli me vendimin. Pasi u tërhoq për diskutime për rreth 5 orë, shpalli Jess Kempson, fajtor për vrasjen e Grace Millane. Në sallë, Jess nuk reagoi. Nëna dhe babai i Grace qëndruan të heshtur, të mbështetur tek njëri tjetri, duke përjetuar një dhimbje që asnjë fjalë nuk e përshkruan dot plotësisht. Dënimi zyrtar u dha në shkurt të vitit 2020. Gjykatësi Simon Moore e dënoi Jess Kempson me burgim të përjetshëm me një minimum prej 17 vitesh, pa mundësi për lirimin me kusht. Gjithashtu dua të ndaj me juve fjalët që gjykatësi tha. Veprimet e tua nuk ishin të bënin me një aksident, por me një nivel manipulimi dhe kontrolli që është i vështirë për ta kuptuar, dhe ajo që bëri pas vdekjes së saj ishte çnjerëzore. Avokati i Jess tentoi 2 herë të apelojë vendimin, duke pretenduar se vendimi nuk është i drejtë, por të dyja herët janë refuzuar. Aktualisht, Jess po vuan dënimin në High Security Auckland Prison. Lajmi për vdekjen e Grace tronditi jo vetëm Zelandën e Re, por edhe Britaninë e Madhe dhe një pjesë të botës. Një vajzë e re që po udhëtonte vetëm u vra në një nga vendet që njihej si më të sigurtat për turistët solo. Në ditët që pasuan zbulimin e trupit të Grace, mijëra njerëz në Auckland dhe qytete të tjera të vendit ndezën qëri në sheshe publike, në heshtje dhe në dhimbje kolektive.
Kryeministra e Zelandës së Re, në atë kohë Jacinda Ardern, bëri një deklaratë publike që është përndarë në mbarë botën. Duke folur me lot në sy, ajo tha: From the Kiwis I have spoken to, there is this overwhelming sense of hurt and shame that this has happened in our country, a place that prides itself on our hospitality, on our manaakitanga, especially to those who are visiting our shores. And so, on behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Por fatkeqësitë për këtë familje nuk ishin mbaruar këtu. Babai Grace Millane, 61 vjeçar, u diagnostifikua me sëmundjen e kancerit pak pas përfundimit të procesit gjyqësor ndaj vrasësit të vajzës së tij, të ndërroi jetë në nëntor të vitit 2020. Bashkëshortja e tij Gillian dhe dy djemt Michael dhe Declan e përjetuan këtë humbje të rënë vetëm 2 vite pas vdekjes të Grace. Por në vend që të mbyllej në dhimbjen e vet, familja Millane vendosi të ndërmerrte diçka pozitive në emër të Grace, nisë një fushatë të quajtur Love Grace, një nismë për të mbështetur gratë që përballen me dhunë dhe situata të vështira. Fushata u përhap shumë shpejt në Britani, Zelandën e Re, Irlandë dhe Shtetet e Bashkuara, duke sjellë një mesazh shpresë dhe mbështetje në emër të një jete të humbur shumë herët. Këto ishin të gjitha informacionet që kisha për rastin e sotëm. Më tregoni nëse njihni dhe çfarë mendoni për të më poshtë në komente. Unë ju falenderoj nga zemra që kaluat kohën tuaj me mua. Nëse ju pëlqej kjo video, ju lutem bëni like dhe subscribe në kanalin tim. Ne shihemi në videon e radhës. Deri atëherë ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.